se një këngë, nuk është se do këndoj një person i vetëm. Sot kemi marrë si sfidë të gjithë bashkë që do këndojmë, uroj që t'ja dalim, dhe shikojmë që është e pëlqyer, e njojnë. Që mos të mbyllni veshët. Jo, aq keq. Ka melodi edhe nga zëra tanë. Gjithsesi ne do nisim, do pozicionohemi më njëherë për të nisur programin tonë. Duhet edhe të kujtojmë diçka Armen, nëse ju doni të na kontaktoni, dera për gjithë ju është e hapur këtu në televizionin Apollon. Ju mund na shkruani në rrjetin tonë në Instagram, Colorviz Show, dhe aty mund të kontaktojmë së bashku. Gjithashtu edhe numri i telefonit, i cili është i afishuar. Ju mi presim gjithëve kurdo që të doni të bëni dhe të bëheni pjesë e programit tonë. Ne do të startojmë me njëherë, pra do pozicionojmë dhe do fillim këngën. Me artin. Dhe mikrofoni? Dhe mikrofoni për ty Armela. Po, faleminderit. Jeni gati të bëni pak korçar? Besojmë se po. Do këndojmë të gjithë, a? Të gjithë. Patjetër. Moje bukura, moren, si të lashe më stëpash. Moje bukura, moren, si të lashe më stëpash, si të lashe më stëpash, si të lashe më stëpash. Elulelu, 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 lenda që pacha, endalupak, endalupak, desas plasa, se zemra ime, jeti vetëm, se unë për ty, nuk jep jetëm, e numri një, fatin tona, kjo zemra ime, po vajtone, ondalupak, që vërtetën, ka edhe lot, ka edhe cilin në të jetë. Bravo! Meritojmë një duar trokitje, Ne më kemi mësuar pak kemi mësuar. Nga të tri fjallë më shumë. Shikoni, qoftë se do këndoni edhe më mirë se Renatat, atëherë unë ndjej detyrim moral që një ditë ju çoj në Korçë të shikoni Korçën, që është bërë qyteti më i bukur i Shqipërisë. Jo përgjithësi jam nga Korça. Ta lëmë surprizë për miqtë tanë. Patjetër, është surprizë, sepse keni surprizë ju dhe nuk e dini se në cilën datë do të shkoni. Mirë, po mbas artit vjen pjesa e shkencës. Ndërturën më së miri së bashku. Më së bukur. Edhe unë kam shumë për zemër pjesën e shkencës, të cilën domethënë Mikeli na ka përgatitur një insert dhe do na i shpjegoj pak për çfarë është. Janë pesë artat të cilat nuk besoj të keni dëgjuar dhe të keni parë ndonjëherë. Që tani u bëra kurios që ta shikoj. Nuk i keni dëgjuar, nuk i keni parë me nuk atë. Kjo të bën të shtyn. Bën akoma kurios. Mirë, atëre po e shuajmë kuriozitetin e madh që lind mes nesh duke ndjekur insertin së bashku. Hartat mund të tregojnë
shumë më tepër se sa thjesht gjeografi bazë, nga politika në pop culture në histori. Hartat mund na mësojnë saktësisht si çfarë mendojnë njerëzit rreth botës qindra vjet më parë ose si çfarë mendojnë tani njerëzit që jetojnë qindra mijë larg. Përgatituni të metrit të ambitur nga këto 5 harta, që do të ndryshojnë se si e shihni botën. Numri 5. Tendësia e popullsisë. Shikoni atë rreth, më shumë njerëz jetojnë brenda saj se sa jashtë saj. Si? Pra, rrethi mbulon Kinën, Indinë, Japoninë, Korenë e Veriut dhe Korenë e Jugut. Do me thënë disa nga vendet më të dendura në popullsi në botë. Për të përmendur, vetëm popullsia e Indisë është 1.324 miliard njerëz dhe Kina është me 1.379 miliard. Aq e lartë se që Kina duhet të zbatojë një politikë për një fëmijë. Rreth 3.94 miliard njerëz jetojnë brenda atij rrethi, rreth 53% e popullsisë botërore. Në të kundërt, edhe vendet më të mëdha jashtë rrethit janë pak të populluara. 15% e Rusisë është tundër e pabanueshme dhe vetëm 50 deri në 50% e Rusisë është e banueshme. Duke folur për vendet e mëdha që janë pak të populluara, shikoni këtë hartë dhe do të shihni se vetëm 2% e popullsisë së Australisë jeton në zonën e theksuar. Popullsia e Australisë është tashmë super e ulët për madhësinë e tokës. Është shumë më e madhe se India, por vetëm 24.13 milion njerëz jetojnë atje në total. Por popullsia gjithashtu është e kufizuar në Bregdet. Arsyeja për këtë është shumë e thjeshtë. Është shumë e nxehtë dhe jo mikpritse. Mungesa e ujit dhe ngroja dërmuese do të thotë që shumica e njerëzve zgjodhen të mos jetonin në mes të vendit. Dhe ata që jetojnë u desh që të përshtaten. Për shembull, një qytet i quajtur Kuburpeti bie në zonën e theksuar dhe njerëzit mbijetojnë duke pasur shumicën e ndërtesave të dhendura në shkëmbinë toksor. Numri 4. Alkooli pihet më shumë. Shumë harta përdoren për të treguar informacionin e shpejtë në lidhje me preferencat ose zakonet e një vendi. Për shembull, kjo hartë tregon sa alkool pihet për vend. Vendet e para janë Mbretëria e Bashkuar dhe pjesa tjetër e Europës. Shkakun sepse ka shumë pabe dhe mosha e lejuar për të pirë është e ulët. Vendin tjetër është Uganda, e cila është aq e lartë për shkak të çmimit të ulët dhe disponshmërisë. Sa për më të ulët, nuk është çudi që vendet përgjatë lindjes së mesme kanë numra më të ulëta të konsumit të alkoolit, duke pasur parasysh se ata janë shtete ku shumica janë muslimane dhe besimi i tyre ndalon pirjen e alkoolit. Norma e Indisë është gjithashtu e ulët sepse edhe pse nuk është një vend musliman, por kjo është për shkak të hinduizmit, e cila dekurajon pirjen e tepruar, por nuk e ndalon atë. Sa i përket llojeve të alkoolit që vendet e ndryshme preferojnë, kështu që ju e dini saktësisht çfarë të porosisë. Ka disa klishe atje, Rusia që preferon spirit, Franca që preferon verën dhe Gjermania duke preferuar birën. Numri 3. Harta e botës nga 1154. Harta moderne janë padyshim më të dobishme. Ndihmojnë të lundrojmë të na tregojnë botën siç është aktualisht, ndërsa kjo harta e 1154-s nuk duket as pak si çdo hartë që kemi sot. Vendet janë forma dhe madhësi të gabuara, ose tepër të egzageruara, ose të nënvlerësuara. Dhe kontinente që mungojnë, të cilat nuk kanë qenë të zbuluara ende. Numri 2. Nga ku vendet importojnë më së shumti. Ju mund të mendoni se hartat që tregojnë se nga ku secili vend importon janë jo interesante. Por shikoni në këtë dhe më thoni që nuk është interesant. Mendoj se shumica e njerëzve e dinë që Japonia dhe Kina janë më të përhapura, duke pasur parasysh se ekonomia e tyre bazohet në punën e fabrikës. Dhe SBA që mbulon terren të rëndësishëm nuk është për të habitur. Pasi ne shpesh përdorim eksportin si një mënyrë për të ndërtuar marrëdhënie dhe për të treguar fuqinë. Për shembull, Gjermania dominon më së shumti, veçanërisht me tregtinë në të gjithë Europën. Numri 1. Mënyra më e mirë për të njohur një vend është duke shikuar përdorimin e saj në internet. Kjo harta tregon faqet më popullore për vend dhe ka patjetër disa surpriza. Google-i të jetë kaq popullor është e qartë dhe fakti që Facebooku nuk mbetet pas ka kuptim gjithashtu. Ajo që është interesante është ajo e Rusisë. Faqja më popullore nuk përdoret kudo tjetër në botë. Dhe ka të vërtet një arsye logjike për këtë. Yandex është në thelb Google i rus dhe është përdorur për shkak se motorët e kërkimit të tjerë si Google nuk mund të kuptojnë inflacionet në gjuhën ruse. Të njëjtat fjalë mund të kenë kuptime dhe nënkuptime krejtësisht të ndryshme në varësi të kontekstit. Pa atë aftësi, motorët e kërkimit do t'i përgjigjeshin pyetje të gabuara pa pushim, kështu që nuk është çudi që Rusia ju deshë të gjendë një alternativë. Bashkë mirëpafshim, shihemi në serinë e radhës.
Ja pra ku u kthyem mbas këtij inserti shumë interesant, mësuam disa gjëra se cilat ishin këto 5 harta dhe se cila prej tyre kishte nga një gjë specifike. Po Mikel, po sikur kishe vendosur dhe Shqipërinë atje se Shqipëria ka shumë gjëra specifike. Ndoshta do ta mendosh për ndonjë insert tjetër. Për ndonjë sekret tjetër më shumë. Po, patjetër. Do vijojmë atëherë pa humbur shumë kohë me lojrat. Por dua t'ju them që kësaj radhe domethënë keni sfidat direkt fizike. në tela. Po, me sfida. direkt në sfida, në mënyrë që lodheni çika dhe shikoj pastaj si do ta ruani Dhe përshëndrimin. do humbi se nuk është skuadër me mua sot. Oh, vërtet. Po ju keni ndruar Ne do skuadrën? të pyesni se çfarë ndryshimi shikon tek skuadra tona, po. Nga që 2 herët e para nuk kisha shumë fat, Mori çik fatin tim. Nuk e di tash, do kesh fat me Armelën apo do ket Armela fat keq? Me ty dhe të parë. Kjo është për të parë, domethënë. Do ta shikojmë gjatë lojës. Okej, mirë. Shohim e bëjmë. Shohim e bëjmë. Atëherë, pa humbur kohë, sfida e parë është sfida e koshit. Dhe meqense e kishim fjalën ke ju, të shikojmë sa mirë do të jeni ke koshi jam. Okej, e ndërthurim 1-1 edhe shloja më kështu. Po patjetër, po do të nisni ju. Po, Mikel. Kush do të nis? Ladies first. Okej, lady. Okej, shpresoj të kemi fat dhe sot. Qetëso, një shikoje mate koshin. Asnjëherë nuk e kam matur koshin. Gjithmonë mirë kam bërë. Ai kalkulimet matematikore në rrugë. Mendo për Mikelin kur bësh kosh? Kam pëlqeu. Ja. Kosh. Mos mendo për Mikelin. Shiko. Mikelin, vazhdo. Faleminderit. Mendo për Mikelin domethënë. Mendo për Mikelin. Këtu nuk mendova për të. Ku mendove ti? Çfarë ti? Armela, Një gocë çuditshme. tani e kuptoj pse ti në 2 emisionet e para i ke bërë koshat shpejt e shpejt. Se Mikelin aty. dhe kishe kundërshtar. Mirë, atëre vazhdojmë kush do të jetë nga jo. Mikeli me që Me jo. një gocë një djalë. Ladies first apo çuna Ladies first? Hajde Jona. Okej. Hajde Jona. Se që kam një parandjen që do ta bësh koshën e parë. Mendoj dhe unë për Mikelin domethënë. Mikelin. Shikoj që Mendove për Mikelin. Ose jo le të mendoj se kur ishte skuadër me ty nuk është e Faleminderit. Mos mendove, mos mendove. Mikel. shko që ndodhë kur nuk me ndonë ma. Okej, vazhdojmë atëre Mikel. Mos më zhgënje. Tash ti nuk e di për këtë Mendoj për vetë. Jo, aty më zhgënjeve kur ishe në skuadër jo me mua. Tani mos më Mikel, zhgënje. mendo për Mikelin. Jepi. Për Mikelin. Çfarë bën? Mendo për Pse Mikelin. nuk vjatas ti? Pse nuk vjatas? Ke qëndra është më mirë. Mikelin ka më Klirti ka. Jo, jo. Okej. Ska për. Mirë, jeni 3 me 2 deri tani, ëh? Po. 2-1. Jo. Mos dhe të 2-1. 2 me 1, okej. Shkon kam bëje shpeshtuar që një të shije. shkronit. Ishim pak të lodhur sot. Që që kemi fituar në 3 fjalë se Pak më ande, mos e bëjmë hile. Super zgënjeve. Opa, Për pak. për pak. Ti mos mendo për asnjë. Okej. Mikel, ndoj një për ty. Mos Ja, mendo për Mikel. Jo. me Po lodhur ti mendove Mikel. Mikeli nuk të vetë. Mirë, shiko. Kjo nuk do të thotë që duhet marrësh mua futboll. Në skuadër. Ishte mendova Atëherë. Rezultati 2-1. 2 me 1. Fitues e ata. Po si ka mundësi që çunat nuk bën kosh sot? E kanë emocion. E kemi emocionale. Ndërruar Janë për skuadrat. krah. Ka ndruar skuadrat, Ka për krah, Kam po. atë smirën që i karakterizon. Okej, mirë, gjithatë çunat mbahen, meshkët mbahen për gjaktar. Dhe tani do të shikojmë si jeni në hedhjen e dartsit. Përshitje. Atëherë vazhdojmë me këto që janë të sakta. Kush nga ju do të jetë i pari? E nisi me ata. Të radhë me djemt. Jo, ata ishin vazhdojmë me E çunat. bëjmë mbyll, keni. Keni 3 gjuajtje, por keni kujdes sepse kësaj radhe unë po shkoj atje që të shikoj pikët, ju lutem mos më godisni. Jo, din më mirë këtë se Po të dalë këtë. ka kundër, do të thënë s'po mira për t'jap. Po. Jo, s'ka problem, nuk ka problem. Luhu vetë
3 fjalë. Keni, kujdetu me keni 3 gjuajtje, por kësaj radhe I kemi me pik. Kështu që sa më shumë pik të merrni, aq më mirë është për skuadrën tuaj. Vazhdo. Mos më shpinje. 5 pik. 5 pik, edhe 6 pik, 11. 11, edhe 7, 18. Wow. Skuadra juaj duhet të sforcaret. 18 pik. Mbani 9 pikët tuaja. Kujdes 3 fjalë me Enkelin. Enkliti është me gjithë dorë. Mirë, je gati Enklit? Me gjithë krap. Mos. 5, 6, 11. 19. Edhe 2, Edhe 2, 13. jeni 13. Ke idhur aq fort, Forca. sa që e ke qarë darcin. Okej, të mendoj për Mikelin pra. Po mendove për Mikelin, do shikojmë se sa pik do të zësh në darcë. Jashtë tani. Te kolori. Jo, si çik më la kolori. Më duket se duhet mendosh për Englin. Tani mendoj. Më shumë test. Shumë pak keq. Okej. Mirë, 3 pik I morë, edhe 4 pik të tjera, 7 pik. Atëherë 7 edhe 18, 25. ju jeni 20 Me një Pes. pjesë për momentin. Ada ime. 1 minutë. Të sigurohemi që kjo është e saktë. 5-6 vjet. Jo, është vetë ashtu. Me 13, me 13. Atëherë ju jeni 25 dhe ju 13 deri tani. Shikojmë çfarë do bëj Jona. Oh, Je shumë më lart. Ma çfarë bën jo? Nga 7 ke vetëm 6 pikë. Jo, Nëse, unë edhe një lëviz gjashtë- nga vendi kurse ju lëvizni. Okej, 12. Opa. 12 edhe 25, 25, 25. 25 me 25. Tani të dalin në gjoj ke unë dhe Jona, shikon. Po. Me qenë se ju gjojtët, më ti ke arritur më pak pikë. Vazhdo. Urdhëro. Jo, e ke ti. Shkata jo. Sa po erdhi nga betejë, Treja bashkë? nga fusha e betejës. Kjo më mirë nga Jo, të treja bashkë. Jo, nga një secila. Pak tjetë. Më japsh një. Me fat, inshallah. Jo, se kjo pas ka marrë. Mos më zgjedh të prishur. 2, 3. Për një pik, ka fituar skuadra Ti e atë. fat. Ndoshta me të dhe më qyli se dia. Pesin qyli me Enklidin. Është Enklidin gjitur. Atëherë jeni gati që do të bëjmë një sfidë tjetër, sfida me rrethin kush e mban në bel më gjatë, këtu është koha që të shikoni edhe se sa kërcimtar të mirë jeni. Falë Zotit, unë nuk po e luaj këtë lojë se do kisha humbur, nuk do kisha bërë as sekondën. Me kërcimi Mirë, këtu. jemi gati, po e vendosim atëherë këtë këtu. Kjo është sfida. Kam Vazhdojmë. përgjithë që Enklidi do jetë si goxha. Nisin ata. Kush do të nis? Ata. Shikoj Jona në sytë tënë që mezi po pret që të kërcesh. Hajde, jepi Jona, nise ti. Ta nisim bashkë pa. Hajde. Dakor, kur të vendosim muzikën, do vendosim muzikën edhe do ta kronometrojmë kohën. Mikel, mbaj këtu gati kronometrin dhe të shikojmë. Je gati? Gati? Mbaj. Okej, jemi 6.86 sekonda. Okej. Armela? Okej, po e shikojna që kisha një qik merak me mikrofonin se Po, mos. po. 2.2 sekonda. Okej, 6.86. 2.2 mua. Mirë. Ose me i Vazhdojmë. Je gati Armela? Më duhet mua. Je gati. Mbaj rregull sa më lart, sa më lart. Sa më lartë, se nuk fillon, jepi. Okej. Ka problem. 2 sekonda, Armela, je më mirë se sa herën e fundit, ishte 1.99 herën e fundit. Po. Je 1/100 në sekondës më tepër. Mirë, vazhdojmë atëherë Enkli. Mbajta 4 sekonda. Atëherë Enkli, ti je gati? Shoku e çoj Engli. Po mendoj se Po prit do ta mbajmë çik të jashtë. Enkli, je gati ti? Enkli Enkli nuk është gati, po Po nuk u llogariton xhira. se do me vënë që të bëj. Mirë, atëherë nëse je gati, bëje gati kronometrin. 1, Okej. 2, 3, jepi. Oh, 1.60. Na zgënjeve Enkli. 6 sekondë. Herën e kaluar. Mirë, atëherë Mikela kaloi kronometrin. Ishte herën e kaluar. Okej.
Dhe bëju gati. Mendo se reset. Atëre si është rezultati deri tani? Ata. Sa kishit? 6.86. Tani Unë 8.3, 8.4 Ti sekonda. kishe 2. Unë 2 fikë. 7 bashkë. Ti do bësh 7 sekonda jeni bashkë. Atëre 7.5 kupton bashkë. Mikel që ti ke një sfidë të madhe. Ti Mikel ke ta marrë 5.5. Okej, bëju gati Mikel. A jemi bashkë. 8.5. 4.93. Atëre për sa unë duke? Për 0.5 sekondë. Jo, ne jemi 8.5. 8.5. Sa Jemi jemi? 8.5 së bashkë. 8.5, mirë. Më vjen keq, po e ka fituar, do me thënë, grupi ande Mikel, sfidën. nuk më sfidon dot. Mirë, Sfidoj se është djalë. si jeni me këto lojra, me këto sfida? Deri tani Një shumë jeni mirë. jeni lodhur apo jeni shumë mirë. jemi kalikuar? Sepse tani është momenti që të vazhdojmë me sfidat mendore. Këtu besoj të jemi mirë. Okej. Edhe pse ai të më frikson çik. Kush? Enkriti? Është shumë i të merrshëm. Edhe Mikeli është goxha i përgatitur Po. ke këto. Një shkencëtar kemi ne, nuk kemi dy. Mirë, atëherë Po. janë 8 pyetje gjithsej, 8. 8 pyetje gjithsej, që do të thotë 4 pyetje për grup, pra se cili prej jush pak a shumë ka peshën e 2 pyetjeve. Megjithatë, brenda skuadrës ju mund të përgjigjeni ose njëri ose tjetri. Mirë, fillojmë me diçka të thjeshtë nga fizika, po fillojmë me grupin tuaj, se kemi filluar gjithmonë me ju. Pesha. Pesha është energji, B. Strategji, C. Shtypje, apo forcë. Ke qenë kërka e vështirë, kë keni patur mësues fizike? Ja mos i. T'ja përsëris prapë? Mos jam nxirr bojën. Edhe njerë, pesha është, Po. si koncept, Po. energji, strategji, shtypje, ose forcë. Hajde. Strategji jonjë. Strategji. Nuk e përgjigj ajo. E hoqëm. Kujdes, atë çfarë thoni atë marrë unë për përgjigje. Atëre keni dhe 5 sekonda për të vendosur. Jepi C. Shtypje. Oke, dhe mbas këtij diskutimi që ju më duket se nuk e dinit mirë se çfarë të zgjidhnit, përgjigjja e saktë është shtypje. E saktë. Mikele, dinje vërtet? E dinte. Shko, po ka kilogram, po. Shiko, ndoshta konfuzohesh midis shtypjes edhe forcës. Po faktikisht quhet shtypje. Mirë, të shikojmë grupin tuaj, sa sukses do të keni në pyetjen tuaj. Tash po nga fizika, por nga një fushë tjetër, jo e forcës. Nga fusha elektrike. Elektrike. Njësia e tensionit është amperi, newtoni, volti apo ohmi. Do përgjigjet Mililitër. Volt. edhe një herë, Volt. volti. I tensionit atë po ja. Po. Ke ndonjë mendim tjetër ti Jona? Jo, besoj se volti. Volt. Jo, prit. Të përsëris edhe një herë, kujdes se është me spec. Amperi, newtoni, volti apo ohmi? Volti. Okej. Presim konfirmimin. Dhe njësia e tensionit është volti. E sakt. Ai ka 10 fizikë. Ai ka 10 Di fizikë. sekretet e njëri tjetrit tash. Po, ju jeni nga njëta shkollë. Mirë, Prandaj edhe ne ju brava mbram. grupit. Po, ke bërë gjë shumë të mirë. Mirë, vazhdojmë atëre me grupin tjetër. Edhe kjo pyetje nga fizika. Ju e dini që unë kam shumë për zemër fizikën. Edhe Mikeli. Edhe Mikeli. Atëre Mikel, bëju gati që ta gjesh. Inercia rritet me rritjen e masës, largësisë, lartësisë apo pjertësisë. Se marr përsi për fare si pyetje. Ti nuk e di përsi. S'kan mendime fare. Inercia
Pra rritet me rritjen e masës, largësisë, lartësisë apo pjertësisë? Të fundit. Pjertësisë. Apo jo. Prita mendoj dhe njëherë, prita mendoj. Si ishte e para? Pra edhe një herë. Inercia rritet me rritjen e masës, Kjo. largësisë, lartësisë, pjertësisë. Masës. Masa. Mirë, presin konfirmimin. Inercia rritet me rritjen e qofse unë bet, duhet bësh Duhet të zhduk fare nga skuadra. po. Unë kam mërtara përgjithë saktë. Mirë, inercia rritet me rritjen masës. E saktë. Për pak do theshe pjertësia. E po, Mirë, Nga trova. vazhdojmë ke pyetja tjetër. Oh, kjo është e vështirë për ju. Faleminderit. Të shikojmë. Cilat reze kanë depërtueshmëri më të madhe, pra depërtojnë më shumë. Rezet gamma, të gjitha janë të njëjta, alfa apo beta. Rezet gamma. Ja. Ja, okay. Mendoni se humbë, no? Vete një palë rrezësh. Mirë, dhe përgjigja e saktë është depërtueshmërinë më të madhe e ka rezet gamma. E saktë. Wow. Çuna që kanë goxha të mirë me fizikë. në fizikë. Mirë, le të shikojmë atëre nga njohuria juaj në historinë e Shqipërisë. Historia shqiptare. Vazhdojmë me grupin tuaj. Më duket se tani i çelën sytë Armelës. Jo, as tu. Si? E kemi bërë një vit më përpara, shpresoj të mbaj mend në një çik pak. Okej. Dhe në fakt duhet të mbani mend sepse Mos janë pyetje. janë pyetje që kanë të bëjnë me numrat. Abetarja e parë shqipe u botua në vitin 1920, B-ja 1833, C-ja 1844 dhe D-ja 1900. Ju thash që është pyetje e vështirë. Pas ka diskutim dhe tension në skuadra juaj, Zgjedhim cën. zgjidhni cën. Po. E odhët shusi në fall, Biri çat biri. provoni fallin. Mirë, dhe fati juaj është abetarja e parë shqipe u botua në vitin 1844. E saktë. Wow. Ndërsa pyetja për ju është: eshtrat e Naim Frashërit janë sjellë në Shqipëri në vitin. Kjo është e vështirë. Në vitin e Skënderbeu të paktën. Kjo është momenti që ju mund të Mund t'ja fusni mund t'ja fusni dhe kotën dal plot. Pra eshtrat e Naim Frashërit janë sjellë në Shqipëri në vitin 1920, në vitin 1900, në vitin 1937 apo në vitin 1940. Mendoj ty. Ndoshta duhet të dish kur ka vdekur Naimi, ëh? Po, pra, po. Naimi s'ka vdekur akoma. Besoj se 1900 Jeton në sigurisht. shpirtin ton. lutem dhe një herë. Nga letërsia jam dakord. Atëherë edhe një herë po ju them, 1920. pra vitet A 1920, B 1900, C 1937 dhe D 1940. E fillon numërin. Do provojmë një herë. Keni dhe 5 sekonda. 37 apo 4 ose 20, 3, ose 20. 2, 1, E 0. 1937. E thek shumë me gjysmë zëria. Gjysmë zëri. Ti jetë sakt apo nuk mos jetë sakt.
Sa më thënë Deneta kemi. Atëherë, me siguri nga ky emision do mësoni shumë gjëra. Eshtrat e Naim Frashërit, Enkli dhe Jona janë sjellë në Shqipëri në vitin 1937. E sakt. Bravo. Sira. Shumë ba. Wow, edhe këtu ku unë shpresoja që ju të Duhen humbisnit. llogaritje në këto pyetje. Dhe unë këtu shpresoja që ju të humbisnit. Mirë, vazhdoj me ju. Po, me ne. Mbaron pyetjes? Mbretëresha. Po, me mbretëreshja. Dhe një mbretëresh kemi ne që njihet mirë. Mbretëresha Teuta. E komandoi vendin në vitet 230 deri 228. Po, me vite, më vjen keq. Si betëm me leta më shumë, mund ta bëj. 230 deri 228 para erës sonë. Hap me vite. 230 deri në 210 para erës sonë. 225 deri në 220 para erës sonë dhe e fundit 253 deri në vitet 233. Ka ndonjë pas. Jo, pas. Jo, Mirë, po tani koti s'ka pas. Pas do me thënë humbi. Unë jam madhe bë. Atëherë, kemi Sa vetë. 230-228 që i thonë 2 vite. 230-210 që i thonë 10 vite, duke nisur nga viti 230. 225-220 që i thonë 5 vite dhe 253 deri në 233 që i thonë 20 vite. Bë? Bëja 230 deri në vitin 210. Pra 20 vite. Mirë, presim konfirmimin tuaj. Mbretëresha Teut e komandoi vendin në vitet 230 deri 220. Pra është e gabuar. Të thash isha. Aja ishte? Ishte aja, jo bëja. Thash isha. Mirë, vazhdojmë atëre me skuadrën tuaj dhe kjo është pyetja e fundit e kuicit. Kuvendi i Lezhës u mbajt në datën 4 mars, nuk po themi vitin, 2 mars, 1 mars, apo 24 mars? Aja, 4 mars. 4 mars. Sa i sigurt të kliti, më shumë ta ke Wow. këmbë. Edhe mund të jetë, po. Duket kështu ajo që. Po që është saktë, duket se Mirë. Ta shikojmë. Kuvendi i Lezhës, po që është saktë, duket se kur e di. e Po kuptoj. që? Kuvendi i Lezhës u mbajt në data në cilën ai u mbajt ishte data 2 mars. Ishte e gabuar. Ke gabuar vetëm 2 ditë. 4 mars. Do të themi mi prapë barazim. Jo. Pra im prap barazim. Gabuar. Tu ky ishte kombinim shumë i lezetshëm i skuadrave, Sa kemi gjithmonë ishte dhe kombinim. pikat e forta dhe pikat e dobta, dikush ishte shumë mirë ke koshi, edhe ke darci, dikush ke historia, dikush ke Rrethi. fizika. Dhe keni kaluar shumë më mirë, ju përgëzoj për këtë gjë. Por herës tjetër do përpiqem që t'i bëj pak pyetjet edhe më të vështira, siç ishin këto me vitet e historisë. Ku do të shkojmë me Sepse ju e eshtrat e dini. Naimit? Jo, shko, problemi është këtu që për çdo pikë që ju merrni unë marr minus. Kështu që duhet marrë unë ca pik plus, domethënë që duhet ta bëj pak pyetjen më të vështirë. Këtu i vjen fundi kuicit edhe lojrave tona për këtë radhë dhe do të vazhdojmë me rubrikën tonë të debatit të një teme, të cilën do ta drejtoj Jona, po para se ne ta anunçojmë se çfarë teme është, le të ndjekim disa intervista që bëmë në lidhje me këtë temë dhe kthehemi në studio. Përshëndetje, ishte Kolorja ku jemi së bashku, këtu edhe në këtë puntat, ku ne sigurisht ndodhemi në një hapësirë ku ka mjaft persona, mjaft themi pjesëmarrës dhe nëse ne duam pak mendimin e këtyre të rinjve tanë, mund bëjmë në një përjashtim, s'ka problem. Gjithsesi, tema për ditën e sotme është dashuria, romanca dhe realiteti. Të treja këto ndërturemi së mirë së bashku dhe ne do të marrim mendimin e të rinjve tanë. Ndjekim. Dashuria për juve. Është një ndjenjë si nga E magjishme, po, me çfarë përkufizoni ju? Me një fjalë.
Lumturi? Në fakt, kush është diçka e hidhur, realitet hidhur për dashurinë? A mendoni se është realitet hidhur dashuria ndonjëherë? Po, për kufizimi që mund të jepi apo zgjidhja në një konflikti në lidhje me dashurinë? Po, romanca mendoni se zgjat gjithë kohës apo vetëm në fillimin e lidhjes apo të një marrëdhënie? Faleminderit shumë dashuri. Çfarë është dashuria për juve? Ja, dashuria me disem të dyjave. Me çfarë përkufizoni të fjalë ju? Shoqëri. Dashuri. Respekt. A ekziston romanca për shëtimin e një çifti, një marrëdhënie çiftore? Nuk keni eksperiencë apo? Ja. Akoma. Kush janë pritshmëritë që doni ju nga martesa? Pra kush janë pritshmëritë në të ardhmen tuaj klasin? Çfarë do të kemi çift për njëri tjetrin? Respekt. Besim doni? Nuk e përkufizoni me ndonjë fjalë dashurinë? Po bie kohë. Po bie kohë mendon? Po. A zgjet romanca për gjithmonë? Jo? Pas një lidhje, pas një bashkëtese? Mendoni se ndërpritet, ë? Kush janë pritshmëritë tuaja për një martesë të mirë apo të suksesshme? Të mendoni, ë? Po do ngelin nder apo s'ka problem? Ta për martesë, ose Okej. Faleminderit. Kur është ndjenjë e bukur. Kush janë pritshmëritë në martesën e ardhshme tënde? Besimi, respekti. Mendoni se këto përbëjnë një martesë suksesshme? Po, besoj se po. Në rregull, falenderoj. Asgjë. Dashuria është diçka shumë e madhe, e mirë. Një fjalë që mund ta përkufizoni? Dashuria është gjithçka. Lumturi? Lumturi, shëndet. Besoni se romanca në martesë apo në një bashkëtesë zgjat edhe vitet në vazhdim, zgjat për gjithmonë apo ndalon dhe mbetet vetëm respekti? Nëse nuk është një monotoni? Beson se duhet jetë diçka e bukur dhe e pasur mbi gjitha. Pritshmëritë për një martesë të ardhshme tuaj kush janë? Çfarë duhet përmbajnë ai çifti? Nuk e kemi bërë akoma. Nuk besoj se mund të bësh plane për ato. Beson se keni një marrëdhënie me shumë respekt që të eci dhe me besnikëri? Po. Në rregull, faleminderit shumë për kufizoni dashurinë. Çfarë është dashuria?